Profesor Këlliçi, po e nis me njerë, I pritshëm apo jo ky rekurs, kjo ankesë e Veliat për ju personalisht? E prisnit? Jo, nuk e prisha një rekurs, mendoja që situata... Ankesë, më falë, termi dur është ankimim, për qenë korrekt, po. Nuk e pritja këtë lloj vendimi të Veliajt sepse nuk ka dhënë shenja të paktën nga burgu ose nga njerëz të afërm të tij për një lloj rezistence që mund të ketë pas ndaj maxhorancës apo për një kërkesë për ndihmë që mund të ketë pas në maxhorancës. Drejt për drejt, jo maxhorancës. Edi Ramës e grupi I tij u godit gjatë zgjedhjeve, disa nga elementet e grupit janë marrë, janë rikonfiguruar, po pra brenda kuadrit maxhorancës kështu me radhë. Kjo ka qenë pak a shumë skema dhe Velia ka qenë shumë I qetë në këtë kohë. Ky kam përshtypjen që kjo është një përpjekje për të fituar kohë. Qoftë është një përpjekje për të fituar kohë, atëherë brenda muajve që do të duhen kohë ose do duhen për të shqyrtuar kjo kërkesë, ndofta mund të ketë në një tentativë për të rinegociuar pozicionin e Erion Veliajt. Po, se çfarë mund të rinegociojë Erion Veliaj brenda në qeli është pak e vështirë, nëse do të arrijë të rinegociojë diçka, atëherë do të thotë që sistemi I drejtësisë në Shqipëri është I pilotuar, nëse është I pilotuar, atëherë Erion Veliaj mbahet në burg si pasojë e një vendimi politik dhe jo të një vendim I cili ka gjetur pretekstin e parregullsive të natyrës ligjore dhe jo të një jo për shkak të drejtësisë. E kuptoni se sa problematike do të ishte, fjala vjen që nesër Erion Veliaj është një gjykata e lartë ndoshta ti ulte masën e sigurisë, ta nxilte mbas kësaj dhe ai të tërhiqte më pas kërkesën nga gjykata kushtetuese për I shqyrtim. Do të ishte shumë banale. Pra, këto janë dy situatat më ekstreme, ose në njërin krah është një lloj lufte që me të drejtë ai po e ndërmerr për shkak të situatës që ka, ose kërkon të rinegociojë pozicionin e tij. Ajo që do të ishte më e ndershme nga Erion Veliaj do të ishte të fliste. Kjo do të ishte situata më e ndershme, e mundshme dhe imagjinueshme. Çfarë nuk kupton profesor kupton të fliste? Pra, në rast se është një person I cili është I pafajshëm dhe pretendon që është I pafajshëm, dhe se tush vendimarrja për cilën ai gjykohet ka lidhje edhe me persona të tjerë që mund të kenë dorë faj e kështu me radhë, ti bënte të ditura, kjo do të ishte e vetmja mënyrë, sepse ky është një artific juridik I cili nuk është se I jep atij shumë kohë. Do t'i japi sa do t'i japi? 1, 2, 3 muaj kohë. Po, në rastin më të mirë 3-4 muaj, po. Në rastin më të mirë, maxhorancës mund t'i shtyjë kohën e zgjedhjeve, maxhoranca, si thosh nga pikpamja e aseteve apo resurseve për të bërë zgjedhjet I ka, njerëzit për të bërë zgjedhjet po ashtu I ka, mobilizimin në administratën publike e ka, kështu që vetëm do të fitoj kohë kush ose do të humbi kohë kush. E kuptoj, po profesor, në këtë analizë mendon që tashmë Erion Veliaj dhe PS-ja, Erion Veliaj dhe Edi Rama janë ndarë përfundimisht me këtë veprim? Jo, nuk e mendoj që janë ndarë përfundimisht në rastin më të keq. Sepse dikush që është nga jashtë thotë Veliaj kundërshtoi Ramën. Sepse Rama tha shkarkohet Veliaj, Veliaj kundërshtoi. Thimi, nuk e di do ta kam pa dashme qenë autoreferencial, po e vetmja mënyrë se si mundet që kjo maxhorancë futet në krizë është për çështje dhe çarje të brendshme, të cilat do të vinë. E keni thënë nga këtë studio, po. Natyrës ideologjike, po do të vinë pikërisht nga problemi që këtë persona ndryshëm mund të kenë me sistemin e drejtësisë dhe pastaj këto t'i rikthehen gjirit të partisë dhe të bëhen probleme të partisë. Në fakt, është një parti apo një organizatë e cila mbahet me administratë shtetërore, me sistem klientelar dhe me shkëmbime votash, me pozicione politike apo favore të tjera. Është shumë e thjeshtë situata. Dhe për shkak të këtyre përplasjeve të brendshme, pra të mos rakordimeve të këtyre problemeve që sapo ju thash, ose këtyre strategjive, atëherë do të vi përplasja. Dhe kjo mund të jetë një përplasje, por ne kemi parë faktikisht edhe me ish ministrin e punëve të brendshme që pati një lloj tentative për rezistencë, e cila u mbyll aso kohë, dhe nuk kemi precedent tjetër që të themi që brenda PS-s ka njerëz që kundërshtojnë Ramën apo ai kundërvjen e kështu me radhë.
Edhe ky është një precedent, ky që po shohim, është një precedent juridik, prandaj do të kishte qenë më mirë një precedent i natyrës politike. Velia i ka pas dhe ka ndikim në media dhe në asnjë moment caktuar nuk i është, se tush nuk i ka përdorur mediat kundër qeverisë.